Korupcioni është i përhapur dhe i pranueshëm për shumicën e qytetarëve dhe lufta për një situatë të tillë është edhe më e vështirë, deklaroi kryetari i Qendrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar Aleksandar Kërxhallovski, lidhur me analizën e tyre për korrupsionin. Ai tha se analiza ka treguar se korrupsioni vazhdon të jetë ende në nivel të lartë dhe se gjendja më shumë është përkeqësuar në 10 vitet e fundit. Viti i kaluar për të gjithë rajonin tregon një nivel ende të lartë të presionit të korrupsionit, pra shumë njerëz u kërkohet rishfet. Në rajon, mesatarja është diku rreth 33% dhe këtu më e ulët është 31%, që do të thotë se shumë njerëz japin edhe rishfet, pothuajse 90% e atyre që është kërkuar kanë dhënë rishfet. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj tha se roli i sektorit jo qeveritar në luftën kundër korrupsionit është shumë i rëndësishëm. Kjo vjen në një kohë shumë të përshtatshme edhe për neve si qeveri, ku hiç më pak se para 2 javëve kemi rithemeluar Këshillin për bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, ku natyrisht një prej fokuseve të këtij trupi punues do jetë përgatitja e strategjisë së re për shoqërinë civile dhe përgjigjet që duhem t'i sjellim si qeveri ndaj sfidave që sapo i diskutova, pra të kemi një shoqëri civile rezistente, të qëndrueshme dhe e cila mund të llogarisë në financim stabil. Zëvendës ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Ben Upnau tha se korrupsioni është problem serioz në Maqedoni të Veriut, gjë që është theksuar edhe në raportet e kaluara të Komisionit Evropian për progresin e vendit. Korrupsioni është një çështje që duhet të trajtohet fillimisht nga liderët politik, por nuk duhet të jenë të vetmi që luftojnë korrupsionin. Është gjithashtu e nevojshme të përfshihet sektori i shoqërisë civile dhe vetë qytetarët, të cilët duhet të jenë mbrojtës aktiv dhe të kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie. Ngjarja është pjesë e projektit Shoqëria Civile për Qeverisje të Mirë dhe Antikorrupsion në Europën Juglindore, ndërtimi i kapaciteteve për përfaqësim të bazuar në dëshmi, ndikim në politika dhe angazhim qytetar.